Ja ku jemi sërish së bashku, këtë herë në rubrikën Opinion, me mua në studio është zoti Fatmir Mediu, kryetari i Partisë Republikane. Përshëndetje, zoti Mediu, mirë se vini në News 24. Flasim për aktualitetin politik, por ndërsa ndalemi tek aktualiteti politik, patjetër që ja vlen të ndalemi fillimisht tek sesioni i ngjeshur parlamentar që sapo përfundoi, mund të quhet pavarësisht debateve, replikave që kanë qenë të zjarta, duhet thënë, këtë sesion u përfundoi me një arritje që ka qenë miratimi me 140 vota e reformës në drejtësi. Ndërkohë mbeten 7 ligjet që pritet ta bëjnë të zbatueshme implementimin e reformës. A mendoni se ashtu si për reformën do të vijojë fryma konsensuale dhe për këto ligje në fazën ku jemi? Paraprakisht duhet të them që ky sesion parlamentar që kaloi, padyshim që ka njohur vërtet vlerën e opozitës në mënyrën e funksionimit të saj dhe qëndrueshmërisë së saj, për shkak sepse dy reforma të rëndësishme kanë kontributin dhe iniciativën e opozitës, e para reforma për dekriminalizimin, e cila duhet të implementohet tërësisht dhe duhet të ketë një vullnet të plot nga ana e qeverisë për të zbatuar me përpikmëri ligjin për dekriminalizimin, dhe e dyta reforma në drejtësi. Reforma në drejtësi sepse duhet të kthehemi në kohë që një nga debatet më dha është bërë pikërisht muajin janar për draftin që paraqiti në mënyrë të njëjtshme me Partia Socialiste në Komisionin e Venecias, dhe ka qenë opozita që jo vetëm kërkoi që Komisioni i Venecias ishte arbitër dhe u pranua, por njëkohësisht përcjellte mendimet alternative pranë Komisionit të Venecias, të cilat u vlerësuan dhe një pjesë shumë e madhe e draftit përfundimtar është ndryshuar nga Komisioni i Venecias dhe rekomandimet dhe opinionet e Komisionit të Venecias u bën ato që ishin si them baza e për arritjen e konsensusit dhe përfunduam në një reformë në drejtësi e cila mori mbështetjen e 140 votave antar të Kuvendit të Shqipërisë, që shpresoj që të 140 pakte minimalisht kanë lexuar 1% të caktuar të ndryshimeve kushtetuese. Keni besim që ka ndodhur? Për një kohë të shkurtër, por edhe për një thellim të plot në dokumentin nuk besoj që ka ndodhur ashtu siç duhet, por kjo nuk do të thotë që do një heq vlerë asaj çka është miratuar, sepse ka një frymë të diskutimi në nivel teknik dhe politik të për një kohë gjatë dhe me një debat tashmë të njohur, dhe i ngelet gjithë secilit në koshiencën e tij si deputet që të njohë në radhë parë kushtetutën dhe ndryshimet kushtetuese dhe pastaj ato 7 ligje që do ju thatë që duhet miratuar, që duhet kenë vëmendjen jo vetëm e komisionit posaçëm, por çdo deputet të Kuvendit të Shqipërisë. Po, kemi në fakt një shqetësim tjetër të ngritur sot nga presidenti i Republikës, ka kërkuar takim konsultativ me krerët e grupeve parlamentare, pikërisht ditën e martë për Këshillin e Emërimeve. Pra kushtetuta e re detyron presidentin që brenda 5 ditëve të zgjedhë me short 9 anëtarët e KID-s, ndërkohë kushtetuta thotë se kriteret përcaktohen me ligj dhe ligj nuk ka ende për këtë. A ka ardhur ftesa e presidentit tek ju, si mendoni? A mendoni që do të ketë një ngërsh të radhës në këtë fazë ku jemi? Ftesa e presidentit ka ardhur dhe në këtë pikpamje nuk mendoj që ngërçi ka të bëjë nga pikpamja e raporteve politike, por e vetë kohës pamjaftueshme për hyrjen në fuqi të kushtetutës, mbledhjes kuvendit, miratimit të ligjit dhe pastaj ushtrimin e detyrave kushtetuese nga ana e presidentit të Republikës. Pra do thosha që shqetësimi që nga presidenti i Republikës është i drejtë dhe na takon ne si forca politike që të gjejmë marrëdhënien e duhur që Komisioni i Posaçëm të marrë në shqyrtim ligjin për KED-n, për Këshillin e Emërimeve dhe ti përcjellim sa më parë në seancën më të parë, do të thënë jo vetëm miratojmë ligjin, por të kemi mundësi edhe të kryejmë gjithë procesin e përcaktimit kandidaturave për KED-n, dhe të cilat duhet kalojnë te presidenti i Republikës pastaj për të hedhur shortin për të vendosur përfundimisht se kush do të jenë anëtarët e KED-s. Në këndvështrimin tuaj mund të kapen afatet? Po unë mendoj që ka një hapësirë të ngushtë për këtë çështje, por nëse flasim që patëm një diskutim për ligjin e vettingut dhe u la një kohë, do thënë që u mblodhëm si komisioni posaçëm për ligjin e vettingut, opozita paraqiti gjykimet e veta, edhe ligji për KED-n është një ligj i përpunuar që kërkon një gjykim të dy palëve të ekspertëve edhe pastaj të nivelit politik për të vendosur. Nuk besoj që do të ketë debatet shumëta rreth kësaj çështje dhe në këtë pikpamje duhet patjetër që Komisioni i Posaçëm dhe teknikët ulen sa më shpejt duke parë dhe marrë në konsideratë shqetësimin e presidentit të Republikës në mënyrë që do të kemi të gatshëm ligjin dhe në momentin e mbledhjes parlamentit miratojmë këtë ligj, do të thënë brenda fateve që duhen dhe
brenda fatit kushtetuese presidenti ushtroi autoritetin e tij kushtetues. Një rol të rëndësishëm në arritjen e konsensusit për çështjen e reformës në drejtësi padyshim kanë patur edhe dy ambasadorët, Donald Lu dhe Romana Vlautin, por, sikundër e kemi ndjekur, ka patur edhe zëra kritik për përfshirjen e tyre në këtë proces. Cili është mendimi juaj? Unë vlerësoj jashtëzakonisht e kam deklaruar dhe në parlament punën e dy ambasadorëve, ambasadorit Lu dhe ambasadorit Vlautin, që në fillimit, po them që ka qenë një punë e jashtëzakonshme jo vetëm në aspektin politik, por edhe në aspektin teknik me ekspertë e Obdatit dhe të Uraliusit, dhe njëkohësisht me gjithë grupin e ekspertëve të opozitës apo grupin e ekspertëve të Partisë Socialiste, apo edhe në diskutimet në komisione dhe negociatat politike që ata kanë bërë. Dhe nuk ka ngelur vetëm te niveli ambasadorës, sepse ka të kaluar në nivelet në Bruxelles dhe në Bruxelles edhe nivelet në Washington, që tregon qartësisht një interes padyshim të veçantë të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian që kjo reformë drejtësi të kryhet. Dhe në këtë rast unë mendoj që dy ambasadorët as më shumë as më pak janë përpjekur që të bëjnë detyrën e tyre në përputhje edhe me atë marrëdhënie që ne kemi krijuar me Shtetet Bashkuar të Amerikës, por edhe me Bashkimin Evropian. Komente mund të jenë nga më të ndryshme, por ajo që më duket foshnjarake ka qenë pikërisht tendenca e Partisë Socialiste dhe një media afër Partisë Socialiste për të krijuar një opinion që opozita është kundër ambasadore ose kundër faktorit ndërkombëtar. Dua ta theksoj që ajo që ka qenë pro faktorit ndërkombëtar për të realizuar një raport drejt, që në fillim ka qenë opozita, sepse opozita kërkoi Komisionin e Venecias, opozita këmbguli për zbatimin e rekomandimeve të Komisionit të Venecias dhe po opozita, padyshim edhe faktorë tjerë politik, ndikuan në zbatimin rigoroz deri në fund të vendimit të Komisionit të Venecias. Dhe dua të theksoj që dy ambasadorët kanë qenë të involvuar deri në minutën e fundit të arrisjes marrëveshjes nga Komisioni i posaçëm dhe mëtej pasaj në miratimin në parlament. Njerëz jemi, gjykimet ndryshme kemi, unë mendoj që çdo lloj pranimi a priori me sy mbyllur i çdo gjykimi nuk është normale nga pikpamja njerëzore, aq më tepër nga pikpamja politike, për më tepër mandatin politik dhe përfaqësues që kemi në parlament. Unë mendoj që partneriteti ka vlerë për një gjykim të plot dhe një bindje për atë çka realizojmë. Edhe ka ato diskutimet që u hapën që apo propaganda që filloi Partia Socialiste duke nisur nga kryeministri që këta po na diskutojnë sovranitetin, po na kthejnë kundër SBA-s, kundër Bashkimit Evropian. Po them është një politikë në gjykimin tim për ata që njohin çik marrën ndërkombëtare shumë foshnjarake, shumë e papranueshme. Edhe ideja që kemi apo s'kemi sovranitet, sovraniteti është institucional, është kushtetues, është vendimarrës, ka të bëjë me pikërisht me këtë autoritet, ka të bëjë me dinjitetin ton si individ, por dhe me dinjitetin ton si ligjvënës, përfaqësues të popullit, në partneritet me faktorin ndërkombëtar. Dua t'ju jap vetëm një shembull konkret. Shqipëria është vend antar i NATO-s. Dhe jo gjithmonë kur ne hyjmë në organizata ndërkombëtare, do të thënë vetëm japim sovranitet, fitojmë edhe autoritet dhe sovranitet në vendimarrjen tonë. Dhe duke qenë vend antar i NATO-s, ne jemi një nga ato vende të cilat mund vendosim të drejtën e vetos për një çështje që shikojmë jashtë interesit tonë si shqiptar apo të interesit tonë kombëtar, do të thënë në rrafshin nacional. Dhe duke qenë kështu, ky autoritet ka të bëjë me vendimarrje të jashtëzakonshme të rëndësisë të sigurisë globale apo edhe të vendimarrjes politike globale. Pra pas kemi dhe që kemi të zotët të vendosim në vendimarrje të tilla shumë të rëndësishme dhe nuk që kemi të zotët që të diskutojmë dhe të marrim vendime për çështje të brendshme. Kjo pra është një gjë që do të thënë mendoj ata që e thonë, sidomos kryeministri apo tjerë që kanë edhe peshën e vendimarrjes në institucione të tilla, duhet ishin shumë herë më të kujdesshëm në raport me ato që kanë deklaruar. Pra edhe një herë duhet ta theksoj, ndërkombëtarët kanë një rol të jashtëzakonshëm në asistencën e tyre, në këmbguljen e tyre për arritjen e konsensusit, jo vetëm dy ambasadorët, sidomos zonja Newland, komisioneri Han, nga ana tjetër kancelara Merkel që dërgoi ministrin e jashtëm Steinmeier në Tiranë, përfaqësues Bundestagut, përfaqësues Parlamentit Evropian, përfaqësues të Kongresit Amerikan. Kjo vëmendje ka qenë madhe, duhet na bëjë ne më të përgjegjshëm dhe më vlerësues për raportet që duhet ndërtojmë me njëri tjetrin. Politika është kompromis në fundit, në interes të vendit. Nëse ne humbasim mekanizmin e kompromisit, kemi humbur do të thënë marrëdhënien dhe qëllimin ton politik. Dhe ajo që është për të ardhur keq është që nxitja e konfliktit dhe e ndarjes dhe përjashtimit, për fat me keq këtu nuk është opozita, por është qeveria. Pse ky kompromis që ju thoni, politika është kompromis, pse nuk arrihet asnjëherë pa presionin e ndërkombëtarëve? Pothuajse në të gjitha çështjet e rëndësishme që kanë qenë për të diskutuar apo kaluar, është arritur. E para, do të thënë, besoj që ka pas edhe raste të tjera
zgjedhjen e presidentit të Republikës apo në momente tjera ku ne kemi arritur edhe marrëveshje, edhe diskutime të përbashkëta pa prezencën ndërkombëtare. Çështjet e tjera që integrimi. Në rastin konkret kemi të bëjmë me një reformë e cila ka pasur që në fillim angazhimin e nivelin teknik dhe politik të Shtetit Bashkuar të Amerikës, të Bashkimit Evropian, specialistëve të Obdatit dhe të Euraliusit. Dhe padyshim çdo marrëveshje jona duhet ballafaqojë me këtë nivel politik dhe teknik. Dhe nga ana tjetër, çdo diskutim apo debat teknik dhe politik me ta duhet përcjellej në një marrëveshje tjetër me dhe mos harrojmë që tendenca për të kapur gjyqësorin nga ana e qeverisë dhe mazhoranës ka qenë që në fillim e dukshme. Në mënyrën se si konceptoi KDI-ja, institucionet shtesë që u ndërtuan, vetëm emrat nuk u vendosën dhe ka pas një qëndrim të grupit teknik të opozitës të deklaruar, do të thënë se ku ishin problematikat. Ne kemi pas një qëllim, jo vetëm kemi drejtësi pa korruptueshme, por dhe një drejtësi e cila do të jetë e pavarur nga politika dhe nga korporatizmi, për faktin sepse mendojmë që janë tre elementë cilët padyshim cënojnë të drejtën e qytetarëve, për më tepër pastaj për të shkuar në analiza të tjera të rëndësishme për mënyrën e funksionimit të pushtetit gjyqësor. Ka pasur një sër artikulimesh lidhur me qeverinë teknike, më i fundit që ka artikuluar është zoti Basha, që ka deklaruar se vetëm kështu garantohen zgjedhje të lira dhe të ndershme për në 2017. Ky është qëndrimi i gjithë opozitës? Padyshim që është dhe ka një analizë për këtë. Ajo që ka ndodhur në zgjedhjet lokale është e papranueshme, Shqipëria ka bërë hapa jashtëzakonisht mrapa në këtë drejtim, dhe ky nuk është një gjykim i opozitës, por janë dëshmi dhe fakte të cilat janë prezantuar raportin OSBE Odirit. Pra tregohet qartësisht që kjo qeveri nga pikpamja formale kur janë organizuar zgjedhjet, jo vetëm nuk ka respektuar standardin zgjedhor, por ka bërë të kundërtën, ka manipuluar me strukturat e shtetit dhe me element kriminal që janë përfshirë në fushat në mënyrë të dukshme dhe kanë qenë qëndrimet përfaqësuesve të BE-s, përfaqësuesve të Shtetit Bashkuar të Amerikës, apo dhe raportet e OSBE Odirit, të cilët e kanë faktuar këtë çka po pretendojmë ne, që nga intimidimi i votuesve, blerja e votës, pengimi i tyre për të shkuar në qendrat e votimit e kështu me radhë. Atëherë detyra e parë mendoj e politikës për radhë parë dhe opozitës garantimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Dhe duhet gjejë rrugët për sa i përket këtij procesi. Njëra anë është reforma, por nga ana tjetër është garancia që jepet në zbatueshmërinë dhe implementimin e ligjit që ka të bëjë me vullnetin atyre që drejtojnë qeverisjen. Dhe mendoj që duke parë dhe realitetin tjetër, që Shqipëria është në një krizë thellë ekonomike, në një mos funksionim institucional, ku them që ajo që ka zotron sot shoqërinë shqiptare është paraja e pist ose krimi. Mbushja e Shqipërisë anë kënd me kanabis sativa, njerëz të cilët njihen se kush janë, lidhjet ku i kanë, marrëdhëniet me strukturat caktuara të shtetit e bëjnë akoma më të frikshme që nuk do të jenë pikërisht qytetarë që do të vendosin, apo nuk do të jenë biznesi që do të gjykojë shtresat e caktuara të popullsisë, por kjo pjesë do të thosha informale, tërësisht e lidhur me krimin e organizuar, shumë e rrezikshme për Shqipërinë, që do ta çonte pastaj në një proces krizash Shqipërinë. Do të bëj një analizë krahasuese. Mali Zi, para rreth 7 muajsh pati një debat shumë të madh, jo për shkak të debateve o probleme ekonomike që ka, por pati për shkak të antarësimit të Malit Zit në NATO. Pjesa serbe kundërshtoi hapur me protesta gati dhe në përplasje me forcat policore dhe institucionet e Malit Zi, dhe pati një diskutim për një krizë votbesimi në Parlamentin serb. Kryeministri malazes arriti ta fitojë votbesimin, por duke menduar për arshmërinë politike dhe rrugën e integrimit evropian dhe në NATO të Malit Zi. Njëkohësisht duke vlerësuar qëndrueshmërinë ekonomike të vendit dhe investimet e huaja, mori një vendim për krijimin e një qeverisje të përbashkët, pozitë dhe opozitë, dhe përfshiu në qeverisje opozitën me vende kyçe siç është Ministria e Brendshme, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Bujqësisë dhe Ministria e Shëndetësisë. Pra ministri kyçe të cilat kanë, të arsimin duket, që kanë të bëjnë drejt për drejt me qasjen e qeverisë, por njëkohësisht kanë të bëjnë edhe me marrëdhëniet dhe procesin e votimit dhe administrimin e procesit votimit. Kjo lloj besueshmërie vjen për faktin sepse atje mendohet që mund konkurohet politikisht. Kurse këtu te ne për fatin e keq është ideja për të manipuluar politikisht nga ana e qeverisë, që ka qenë fare dukshme dhe siç thash, jo nga qëndrimi ynë dhe denoncimin që kemi bërë ne, por faktorin ndërkombëtar. Po, ndërsa është përcaktuar si një kusht i
i pa kapërcyeshëm nga zoti Basha, gjatë njëjtës dalje u pyet edhe për një afrim të mundshëm me Lëvizjen Socialiste për integrim dhe ka deklaruar se në fakt pret kontributin e çdo partie politike në mënyrë që të garantohen zgjedhje të lira dhe të ndershme. Si shihni ju këtë qëndrim të Partisë Demokratike ndaj Lëvizjes Socialiste për integrim, apo një afrim të mundshëm që është deklaruar, mund të edhe spekulim periudhën e fundit? Në qoftë se do të flas për zgjedhjet, kjo në radhë parë kërkon kontributin e pjesës më të fuqishme të koalicionit qeverisë, që është Partia Socialiste. Përgjegjësia e saj për të kuptuar që janë qytetarë që duhet vendosin me votë dhe as Edi Rama, as Lulzim Basha, as Ilir Meta, as Fatmir Mediu dhe as një tjetër. Janë qytetarë. Ne kemi detyrën për të shpjeguar qytetarëve qëndrimet tona politike dhe të krijojmë bindjen për votimin se si duhet kryet. Kur ata votojnë, aty merr fund edhe aktiviteti ynë dhe duhet të kemi zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe në këtë pikpamje jo vetëm Lëvizja Socialiste për integrim, por kontributi i Partisë Socialiste është i domosdoshëm. Për të arritur në një mirëkuptim, jo vetëm thjesht formal për procesin, siç thash, të reformës zgjedhore, por për implementimin e kësaj reforme zgjedhore, dhe ne mendojmë qeveria teknike është ajo që garanton zgjedhje të lira dhe të drejta. Nuk ka besim askush në Shqipëri që do ketë zgjedhje të lira të ndershme me këtë qeverisje, me mënyrën e organizimit të funksionimit të ministrive dhe institucioneve të këtij vendi. Për sa i përket raporteve të djatës me LSI-n, unë mendoj që është shumë e rëndësishme për Partinë Demokratike, edhe për gjithë partitë e tjera djata, të dinë si të organizohen dhe të funksionojnë për të kapitalizuar atë çka është e djatë në Shqipëri. Raportet e qëndrueshme me biznesin, raportet me të përndjekurit politik, raportet me pronarët, raportet me rinin, raportet me intelektualet. Nuk është e lehtë, është e vështirë, raportet me partitë ekzistuese dhe tradicionale, pra të tashme dhe tradicionale të djatës, për të parë njerë se ku është fuqia dhe pozicioni ynë ideologjik i djatë dhe funksionimi ynë raport me qëndrimet që kemi në programin që duam të paraqesim. Edhe absolutisht në interes Shqipërisë mund shikohen marrëveshje dhe mirëkuptime, por absolutisht nuk duhen parë pazaret momentit. Nëse do ketë pazaret momentit, unë mendoj që kjo pastaj do të ishte shkatruese për djatën dhe do kishte probleme. Në historinë tonë marrëdhënie politike ne duhet të shikojmë çka kemi bërë mirë dhe çfarë nuk kemi bërë mirë. Dhe duhet të analizojmë pikërisht atë që është e mirë për ta kapitalizuar, atë çka është bërë keq për ta korrigjuar dhe për të arritur në një marrëdhënie sa më të drejtë. Marrëdhënia jon, aleanca jon duhet të jetë me qytetarët shqiptar. Pastaj, në shërbim të interesave të vendit, tash politika është kompromis. Kompromisi është me kundërshtarin politik. Kundërshtari politik nuk e zgjedhim ne. Kundërshtari politik ekziston pavarësisht nga ne. Nuk e zgjedhim ne Edi Ramën, kryetar të Partisë Socialiste, apo Ilir Metën, kryetar të Lëvizjes Socialiste për integrim, ashtu si ata nuk kanë mundësi të zgjedhin as Bashën, as Mediun, as një tjetër në djatë. Pra duhet që ta shikojmë kundërshtar, por në interesa të vendit patjetër duhet gjetur rrugë komunikimit të përbashkët për çështjet cilat janë të interesit primar. Po, e qartë, ndërsa dhati idenë tuaj lidhur me rishikim të çështjeve të ideologjisë brenda së djathës, për aksionin opozitar, çfarë mendoni se mungon apo duhet të ndryshojë për të qenë në nivelin e duhur? Mendoj që është e domosdoshme marrëdhënia kapilare së djatës, jo vetëm qëndrimi deklarativ politik, por organizimi strukturor dhe elektoral i së djatës, e cila nuk ka të bëjë vetëm me Partinë Demokratike, ka të bëjë me të gjitha subjektet politike së djatës. Ne duhet ta bëjmë të ndjeshme politikën tonë dhe ta bëjmë të besueshme te çdo qytetar. Dhe për ta bërë këtë duhet që çdo veprimtar i djatës duhet të jetë pjesë në vendimarrje, në gjykim dhe në deklarimin politik. Pra duhet patjetër që ne ta shtrim qëndrimin tonë politik jo vetëm në qëndrimet që kemi në Tiranë, por duhet patjetër që qëndrimet tona të jenë pjesë e të njëjtës logjike, të një qëndrim, angazhim dhe preokupim dhe strukturave tona organizative dhe elektorale. Dhe po ashtu shumë e rëndësishme mendoj ka ardhur koha, sepse po afrojnë zgjedhjet, që ne të shikojmë si mund të menaxhojmë atë që do jetë trupa jon kandiduese elektorale sa më shpejt, në mënyrë që do të thonë ballafaqimin ta fillojmë jo thjesht për shkak të zërit që vjen nga selit qendrore, por edhe nga zëri individëve që duhet krijojnë besimin për të përfaqësuar qytetarët nesër në kuvend. I keni parashtruar këtë çështje bashkërisht me zotin Basha? I kemi diskutuar edhe në tryezën e koalicionit, kemi pasur diskutime, ide nga më të ndryshmet për mënyrën e organizimit dhe funksionimit të koalicionit.
Unë mendoj që opozita është një, do t'ishte tepër t'ishte disa. Po, e qartë. Ndalemi tek debati për zgjedhjet në Bashkinë e Peshkopis. Ditën e djeshme veçanërisht ka pasur edhe replika ndërmjet Partisë Socialiste dhe Presidentit të Republikës lidhur me caktimin e datës zgjedhjeve, por kjo është një çështje tjetër. A do të ketë një propozim të përbashkët opozita në Bashkinë e Peshkopis, pra do dalë me një emër të përbashkët apo Partia Republikane do të ketë një emër të vetin aty? Jo, ne do të kemi një propozim të përbashkët. Kjo ka qenë marrëdhënia jonë me Partinë Demokratike edhe në zgjedhjet lokale. Gjithë kandidatë kanë qenë të PD-s dhe të PS dhe të koalicionit. Uroj dhe shpresoj që të kemi një marrëdhënie sa më të gjerë dhe të arrijmë në një kuptim që duhet fituar Bashkia e Dibrës. Duhet analizojmë gjithë faktorët e brendshëm që sollën në humbjen e djatës në Dibër. Nuk fitoi Partia Socialiste në Dibër, po humbi e djata për faktin sepse u fraksionua në disa raporte të cilat nuk duhet kishin ndodhur, duhet ishin menaxhuar më mirë dhe kam bindjen që Dibra jo vetëm është e djathtë, por mund të krijojë një marrëdhënie shumë të drejtë për të krijuar një perspektivë më pozitive edhe për zgjedhjet parlamentare që vijnë. Po. Një sfidë tjetër për Parlamentin shqiptar patjetër mbetet reforma zgjedhore. Ka një komision të posaçëm, ju jeni antarë i atij komisioni. Cilat janë ato nga problematikat e konstatuara nga zgjedhjet e kaluara? Çfarë duhet ndryshuar në kodin zgjedhor? Cili është qëndrimi i opozitës lidhur me këtë çështje? Si opozitë kemi paraqitur një platformë në komisionin e posaçëm, edhe Partia Republikane ka paraqitur disa ide të vetat. Pajtojmë Partinë Demokratike në disa qëndrime, siç ka të bëjë futja e tij në sistemin e procesit zgjedhor, duke filluar që nga identifikimi, edhe votimi dhe numërimi. Urojmë dhe shpresojmë që tulemi të analizojmë këtë situatë sa më shpejt. Nuk kemi kohë, për fatin e keq nuk duket që ka vullnet për diskutuar rreth kësaj çështje. Sa më tepër t'i largohemi mundësive objektive të votimit, aq më problem do të jetë subjektiviteti dhe ndikimi do të jetë më i madh, sepse do kemi të bëjmë me procese që unë thash kanë treguar që kanë shkuar nëpërmjet manipulimit të kaluarën, por edhe me qëndrime subjektive pasaj subjekteve gjatë procesit numërimit të votave. Çfarë duhet prekur konkretisht patjetër? Para një mundësia për votimin elektronik, pra për identifikimin, votimin dhe numërimin elektronik. Numërimin elektronik e kemi pasur. Çështja është nga kjo eksperiencë që kemi pasur për numërimin elektronik, ku mund të arrijmë në një teknologji më të përsosur që të shmangim si vonesa dhe manipulime gjatë këtij procesi. Identifikimi elektronik, kemi pasur një proces të nisur i cili u la për gjysmë. Domthonë edhe për numërimin elektronik. Pra gjithë këto janë elementë të cilët do të thonë janë të aplikueshme në vende të tjera. Çështja është a kemi të mundshme dhe a duhet të aplikohen sa më shpejt në Shqipëri, besoj që po dhe duhet ta bëjmë. Ka pasur vullnet shprehur pozitiv edhe nga Partia Socialiste, shpresojmë që do të arrijmë në një përfundim sa më të shpejt dhe ta bëjmë të mundshme. Tjetra për gjykimin tim ka të bëjë pikërisht me atë që është influenca e paras në zgjedhjet. Është një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm. Deformimi, korruptimi i parlamentit sjell korruptimin e qeverisë kështu me radhë, dhe korruptimi fillon që në procesin zgjedhor. Prandaj kemi kërkuar një proces më të kontrolluar nga pikpamja financiare, të burimeve të financimit të partive politike. PD-ja ka hedhur një ide për financimin nga buxheti i shtetit strikt kontrolluar, por kjo duhet parë në tërë gamën e saj se si duhet kontrolluar jo financimi që vjen në mënyrë legale, por financimi që vjen në mënyrë ilegale nga parat e pista, dhe unë përmenda që nëse Shqipëria është e mbushur me kanabis sativa, nuk besoj që nuk ka sy shteti për ta parë, por ka interes për ndërtuar raporte të tilla të cilat vijnë interesa politike elektorale dhe përfitim korruptiv. Pra në këtë pikpamje mendoj që është shumë e rëndësishme që ne të kemi një politikë të qartë financimit të fushatës. Tjetra ka të bëjë qasja me opinionin publik. Dhe ne për fatin e keq mendojmë që informojmë opinionin publik, por nuk e informojmë asnjëherë nëpërmjet debatit dhe ideve racionale politike, sepse përpiqemi që të ndërtojmë raporte dhe një kontroll mbi median, i cili të jap hapësira sipas interesave dhe preferencave, se në fundi dhe media do të jetojë, ka interesat e veta padyshim dhe ekonomike dhe financiare, dhe ky kontroll që është sot mbi media në Shqipëri është fatkeq sepse nuk çon burimin dhe të vërtetën e qytetarëve shqiptar, por atë që është interesi subjektiv i atyre që kanë kontroll mbi median apo interesin e caktuar në kontrollin e medias. Pra në këtë pikpamje mendoj këto janë tre elementë shumë të rëndësishëm: media, financimi i partive politike, edhe po ashtu mënyra e votimit dhe kontrolli i procesit votimit, administrimit. Në gjykimin tonë si Parti Republikane, është shumë e rëndësishme është ajo çka ofrojmë qytetarëve shqiptar. I ofrojmë me imponim vullnetin tonë politik si leadership të partish ndryshme apo kandidat që i përfaqësojnë ata. Deri tani kemi vetëm deputet partive politike, nuk kemi deputet përfaqësues të votuesve. Prandaj kemi menduar që një garë elektorale me lista të hapura
është shumë më efektive në dy aspekte. E sjell dhe gjallëron demokracinë brenda partive politike, por krijon një raport më të përgjegjshëm me votuesit. Edhe në fundit deputetët nuk zihen më për qasjet e leadershipit politik, por bëjnë një debat konstruktiv apo krijojnë marrëdhënie në raport me ata që kanë votuar, sepse do të mendojnë që janë pa ata votues që do të vendosin nesër duhet apo s'duhet të jenë në sallën e parlamentit. Ky sistem ka sjell deformime të jashtëzakonshme. Ka dhe një fenomen tjetër që ndoshta pak e kemi prekur, është një lloj klanizimi që i ndodh politikës. Krijojmë një grup, të marrim ca vota, të bëjmë një pazar me atë që merr mazhorancën, edhe ta kthejmë pastaj qeverisin në copa të vogla oazi të përfitimit korruptiv. Pra nuk është se politika ka filluar, do thënë, grupime që dalin për shkak të ideve politike, po për shkak të raporteve të konjunkturave të momentit, duke parë që do në moment saktura del dhe mbështetesh nga opozita apo nga mazhoranca, nga e djatha apo nga e majta, dhe pastaj nga i djathtë ekstrem përfundon i majtë ekstrem. A mund zgjidhet kjo tashmë? Unë mendoj që po, dhe kjo ka një rregull vetëm, në qoftë se një deputet mendon që nuk është dhe nuk qaset me subjektin politik përkatës, në momentin më të parë duhet dorëzoj mandatin e deputetit. Ose duhet i rikthehet zonës për votim, duhet gjetur një mënyrë. Nuk mundet që ti deformosh vullnetin e votuesit, që të ka votuar për djathtë për të shkuar majtas. Ky është një pazar, do të thonë, e kam thënë, parlamenti për fatin e keq është bërë si pazari gjysmëgjallë, politikisht dhe individualisht. Dhe kjo është e papranueshme, është një deformim moral i politikës, i cili padyshim sjell deformime tjera në qeverisje dhe kështu me radhë. Diskutimet që po bëhen sot, i bëj dot Rama 71, ku do peshkoj në një deputet, e kështu me radhë, këto janë diskutime ku diun në një nivel që ndoshta është bërë e pranueshme, por është kaq e pamoralshme dhe kaq e kaq kundër interesave të Shqipërisë dhe shqiptarëve sa besoj konsekuencat i kemi parë po dhe i shikojmë edhe në të ardhmen. A ka shanse, jemi shumë afër fushatës zgjedhore, ka shanse që të arrihet në finalizimin e kësaj reforme, apo duhet mendohet për zgjedhjet e ardhshme, jo për këtë që po vjen? Unë mendoj që duhet arrihet, zgjedhjet e ardhshme janë mbas 5 vjetësh, edhe nëse do mendojmë se çdo ndodh pas 5 vjetësh, do të shikojmë që problematika e kuvendit e qeverisjes që vjen padyshim që do ketë një impakt shumë të madh në aspektin social, ekonomik dhe politik të vendit. Nëse duam një ndryshim, duhet urgjentisht ta bëjmë këtë për t'i dhënë mundësi qytetarëve që të jenë pjesë e procesit. Unë konstatoj një gjë me dhimbje. Qeveria ka sulmuar në mënyrë krejt të qëllimshme dhe ka deformuar ekzistencën e parlamentit dhe mënyrën e funksionimit të tij, po ashtu dhe gjyqësorit, dy elementë të rëndësishëm të pushtetit funksional, sepse ka 3 pushtete në parimin check and balance, duke i dhënë autoritetin për çdo gjë për të vendosur vetëm qeverisë për të krijuar bindje të qytetarëve shqiptar që janë vetëm ata që mund vendosin dhe asnjë institucion tjetër apo pushtet nuk ka vlerë. Edhe politika negative që bën sot qeveria, vetëm me sulme dhe konflikte, nuk është pa qëllim, është një politikë e njohur elektorale, që nëse nuk ke diçka të mirë për t'i dhënë qytetarëve, futen në konflikt për të bërë që edhe kundërshtari yt të duket po ashtu siç e ti. Zoti Mediu, falenderoj që ishit me ne në studio. Faleminderit juve. Është koha të shkojmë në publicitet, rikthehemi vetëm pas pak.